Mirëmbrëma shikues të ekranit të televizionit të UTA, takomi së bashku në emisionin e Ramazanit. Emision që sjell tema të ndryshme për gjatë këtij muaji të shenjtë për të ndoshta rikujtuar rëndësinë e kësaj feje të bukur. Unë sot në studio kam Merisa Tula Hajdarin, ajo e cila do të na flasë për sinqeritetin dhe fenë. Një temë shumë e bukur, kur ajo që na dëshmon fenë është edhe sinqeriteti. Faleminderit që pranuat jeni së bashku me mua në studio në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Atëherë, faleminderit për ftesën, mirë si u gjeta. Njëherët ju uroj agjerim të lehtë të pranuar si juve, ashtu edhe teleshikuesve të televizionit të UTA. Çfarë kuptojmë me sinqeritet në fe? Atëherë, feja jonë nuk është vetëm lëvizje e trupit. Ne falemi, agjerojmë, japim zekat, kryejmë haxhin. Mirë po, pyetja më e thellë duhet të jetë se për kë i bëjmë ne gjitha këto adhurime. Sinqeriteti në fe nënkupton që çdo adhurim, çdo vepër cilën ne e bëjmë, qoftë namazi, agjerimi, zekati, haxhi, hijabi, apo qoftë edhe një fjalë e mirë e thënë dikujt, të jetë vetëm e vetëm për qëllimin që të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Thot Allahu xhaleshanuhu në ajetin e 5 të surës El-Bejna, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Vërtet ata nuk janë urdhëruar për asgjë tjetër vetëm që ta adhurojnë Allahun me sinqeritet në fe. Pra, thelbi i fesë islame nuk është vetëm adhurimi, por sinqeriteti në adhurim. Sinqeriteti në fenë islame është pastërtia e zemrës edhe e qëllimit ndaj veprave cilat na i bëjmë për hir të Allahut xhaleshanuhu. Edhe ky është si ta themi themeli i ndërtimit të marrëdhënies mes njeriut edhe mes krijuesit. Ne mund të bëjmë vepra shumë të mëdha. Mund të bëjmë vepra madhështore, mirë por nëse qëllimin e tyre nuk e kemi arritjen e kënaqësisë tek Allahu xhaleshanuhu, i kemi kot, sepse ato vepra Allahu xhaleshanuhu nuk do të na i pranojë si vepra të cilat i kemi bërë për ta. Njëkohësisht mund të bëjmë edhe vepra shumë vogla, vepra aq të vogla që ndoshta mund edhe mos t'i llogarisim fare. Mirë po ditën e gjykimit Allahu xhaleshanuhu do të na i shumë fishojë sepse e din që në jetën e kemi pas për të arritur kënaqësinë e tij. Sinqeriteti në fenë islame nuk kufizohet vetëm në fe apo në adhurime. Mirë po sinqeriteti e përfshin çdo aspekt të jetës, çdo aspekt të jetës përditshme, sepse një njeri i sinqert do të thotë duhet jeti sinqert në punë, në shkollë, në familje, me shoqëri, me rrethin e tij të ngushtë, do të thotë duke qenë i drejtë, duke mos qenë hipokrit, duke mos qenë dyftyrsh. Kështu që muslimani i vërtet është ai i cili arrin ta barazojë këtë sinqeritet në adhurim edhe në fe. Mirë po ai besimtar i cili i kushton rëndësi sinqeritetit në adhurim, nuk ka mundësi që të mos jetë i sinqert në jetën e përditshme, sepse përderisa qëllimi i tij është arritja e kënaqësisë me Allahun xhaleshanuhu, atëherë nuk ka si të dalë ndryshe në jetën e përditshme, sepse e njëjta gjë reflekton edhe në përditshmërinë e tij. Po sa është rëndësishme që adhurimet apo veprat tona t'i bëjmë me sinqeritet? Atëherë ne, siç e thash, mund të bëjmë vepra shumë të mëdha. Mirë po, që veprat tona të jenë të sinqerta dhe që të pranohen nga Allahu xhaleshanuhu, duhet të pranojnë dy kushte. Kushti i parë është që veprat tona të jenë me qëllim që ta kënaqin Allahun xhaleshanuhu, edhe kushti i dytë të jetë që vepra cilën ne e bëjmë të jetë në përputhje me sunetin edhe me praktikën e Muhamedit alayhis salam. Kur jemi te kjo pikë, për shembull mund të themi se një person mund të bëjë vepra shumë të mëdha, mund të bëjë vepra madhështore. Për shembull, mund të ndërtojë një xhami nga themeli e deri në majë komplet vet. Por nëse qëllimi i tij ka qenë që të përmendet në mesin e njerëzve, që të arrijë do të thotë famë në mesin e njerëzve, atëherë Allahu xhaleshanuhu këtë vepër nuk do t'ia shkruajë si shpërblim apo si vepër cilën e ka bë për me arrit kënaqësinë e Allahut. Edhe këtu kemi një hadith të Muhamedit alayhis salam. Në kohën kur Islami ishte duke u përhapur, domethënë në kohën e zbritjes së Kuranit, ndërsa muslimanët ishin në Mekë, kishin tortura të shumta. Domethënë jo besimtarët, kurreshët i torturonin, i masakronin, nuk i lejonin që ta jetonin fenë e tyre në paqe, nuk lejonin që ta përhapnin Islamin. Domethënë, gjatë kohës kur Muhamedi alayhis salam së bashku me muslimanët ishin në Mekë, kishin vështirësi shumë të mëdha. Dhe kështu vendosin që të bëjnë hijret, të emigrojnë për në Medinë.
sepse e dinin që banorët e Medinës ishin banorë më të qetë, ishin banorë më mikpritës, më të dashur, edhe e dinin që kur do të shkojnë në Medinë, nuk do të kishin problem që të praktikojnë fenë, ta zgjerojnë fenë, të thrasin fe lishem, edhe t'i kryen obligimet fetare në liri. Edhe kur vendosin të bëjnë hijret, në mesin e tyre ishte një djalosh. Një djalosh i cili e donte një vajzë. Familja e kësaj vajze, së bashku, kjo vajza quhej Mukajs. Familja e kësaj vajze vendos që të bëj hijret së bashku me pejgamberin alayhis salam, duke marrë edhe këtë vajze me vete për të shkuar në Medinë. Ky djaloshi, kur e merr vesh këtë gjë, vendos të bëj hijret edhe ai së bashku me ta për në Medinë. Mirë po, qëllimi i tij nuk ishte hijreti për qëllim të fesë, por qëllimi i tij ishte që të mos e humb këtë vajzë, që të martohet me të. Kur e marrin vesh shokët e pejgamberit alayhis salam, shkojnë tek i dërguari i Allahut edhe i thonë: o i dërguari i Zotit, filan personi po bën hijret me neve, mirë po qëllimi i tij nuk është kënaqësia e Allahut, arritja e kënaqësisë së Allahut, por qëllimi i tij është që të martohet me atë vajzën. Edhe çka thot Muhamedi alayhis salam? Innamal a'malu binniyat. Vërtet veprat vlerësohen sipas qëllimit të tyre. Do të thot, pason hadithi, kushdo që ka bërë hijrën për hir të Allahut edhe të dërguarit të tij, do të shpërblehet që ka bërë hijrën për hir të Allahut edhe të dërguarit, kushdo që ka bërë hijrën me qëllim të martesës apo me qëllime tjera, do të gjejë atë çka ka shpresuar. Do të thot, me këtë Muhamedi alayhis salam na tregon që secila vepër cilën ne e bëjmë do të na shpërblehet në bazë të qëllimit cilën e kemi. Këtu duhet të tregoj një histori interesante nga një dietar i njohur me emrin Ibn Sufjan. Ibn Sufjan ishte një dietar i njohur, edhe në kohën e Ramazanit vendos të udhtoj në vende të ndryshme, sepse ishte, do thotë, udhtonin në vende të ndryshme në mënyrë që të ligjëronin, të përhapnin diturinë e asaj kohe, sepse kjo ishte metoda e vetme, pasi që nuk ishin normalisht televizione, mjete të ndryshme që ta merrnin fenë. Kështu që ai vendos që të udhtoj, edhe e kap iftarin në një afrohet iftari, do thotë, në një lagje, apo në një fshat, si të themi. Edhe kë kishte, ishte pa ngrënë as iftarin, as syfyrin e natës kaluar. Edhe afrohet të një furrë buke. Hyp brenda, edhe e lut bukpjeksin, i thotë: të lutem, i thotë, kam 2 ditë pa ngrënë askur gjë. Kam, thotë, nevojë për një copë bukë sa ta hapi iftarin, sepse jam shumë pa forcë. Edhe bukpjeksi i thot, sikur i thot, ta dish ti se sa më vinë mu si puna jote, po të shikoj, thot, t'ju jap gjithve, çka ka me mbet mu. Edhe e nise po Sufjanit, do të thënë e nis këtë kërkuesin, e refuzon. Ibn Sufjan nuk këmbgul, mirë po pajtohet me përgjigjen e tij edhe del jashtë. Afrohet koha e iftarit edhe hyp në xhami që të fal akshamin. Pasi që përfundoi namazin, hoxha i asaj xhamie e kishte njohur dietarin. Edhe merr fjalën, edhe e prezanton dietarin përpara xhamatit. Edhe thot, kemi, thot, nderin e madh, kemi kënaqësinë që sonte në mesin ton kemi dietarin e njohur Ibn Sufjanin. Allahu na ka privilegjuar që sonte ai është në mesin ton që përfitojmë nga dija e tij e pafundme. Edhe kështu që normalisht gëzohet hoxha, gëzohet xhamati, sepse ndihen gjithë të privilegjuar që kanë mundësinë, do thotë, ta kenë një dietar aq të madh në xhaminë e tyre. Pasi që përfundon ligjëratën Ibn Sufjan, xhamati ngrihet edhe dëshirojnë që ta marrin, ta ftojnë, ta marrin si mysafir në shtëpinë e tyre. Edhe tashti duke diskutuar se te kush po shkon, te kush po e merr, vjen ky bukpjeksi, tek i cili kishte shkuar Ibn Sufjan më herët, edhe ju thot, e keni, ju thot, kot gjithë. Sonte, i thot Ibn Sufjan, dietari do të jetë mysafir në shtëpinë time. Edhe thot, nuk lejoj askën tjetër me diskutu, inshallah sonte do të jetë mysafir në shtëpinë time. Edhe me të vërtetë ashtu ndodh. Ibn Sufjan shkon si mysafir, do thot, tek ky bukpjeksi. Edhe ky e pret si mos me mirë, me lloj-lloj ushqimesh, me zemër të hapur, me respekt plot, do thot, siç pritet një mysafir. Edhe pasi që përfundojnë ushqimin, ky bukpjeksi ulet për me bisedu me dietarin edhe e pyet, i thot, kam, i thot, shumë dëshirë ta di se kush është personi i parë i cili do të hyjë në xhenet. Edhe a ke, i thot, mundësi të më tregosh? Ibn Sufjan e shikon buzëqesh edhe i thot,
unë i thot nuk e di se kush është personi i parë i cili do të hyjë në xhenet. Por ama i thot e di se cilët janë personat e parë me të cilët do të ndizet zjarri i xhenemit. Dhe tash këtij bukpjekësit kjo i duket edhe më interesante sepse nuk e priste një përgjigje të tillë, edhe me plot kuriozitet e pyeti thot, po kush i thot janë ata? I thot ndër personat e parë, cilët ka mundes zjarri i xhenemit je ti. Edhe ky normalisht do thot mbetet gjendet keq, mbeti shtangur i habitur sepse ky e kishte prit me gjitha të mirat, tash ti mysafiri vjen edhe thot ti je banori i parë që do të hysh në xhenem. Edhe i thot po pse i thot çka kam bërë, i thot, po më vjen i thot keq për kësaj përgjigjes tënde. Edhe Ibn Sufjani i thot, ti i thot ndoshta nuk të kujtohet, por për para iftarit i thot, unë kam marrë te ti edhe kam kërkuar një copë bukë për me hap iftarin. Mirë po i thot ti nuk ma ke dhënë. Unë i thot kam qenë i njëjti, si ai para iftarit, si ai që më ka prezantu hoxha në xhami. Në qoftë se qëllimi yt do të kishte qenë që me ushqy një të uritur për hir të Allahut xhaleshanuhu, ti do të ma kisha japa copë bukë edhe para iftarit. Edhe pam njohur. Edhe pam njoft. Mirë po thot kur hoxha mu më ka prezentu si dietar i madh, si dietar do thot me emër, ti thot ke insistu me gjithë me ngulm që ti jem sonte mysafir te ti. E thot ti nuk e ke bë këtë për me arrit kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu, për me e ushqy një të varfër, për me ushqy një të uritur, mirë po ke bë thot që nesër thot sonte të kesh nam, të kesh famë në syt në gojët e njerëzve që dietari ka qenë i ftuar në shtëpinë e tij. Allahu na rujt prej sjelljeve të tilla sepse ndoshta shpesh herë në zemrat tona, ndoshta edhe pa dashje, kemi ndjenja të tilla, mirë po duke parë, duke ndigjuar se sa rrezikshme është kjo, Allahu na rujt prej sjelljeve të tija sepse duke e parë do të thotë nga kjo histori e shohim se sa rrezikshme është që të kemi në zemrat tona dëshirën për të arrit do të thotë atë lavdin në gojat e njerëzve se sa për të arrit kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Po cila është e kundërta e sinqeritetit? A mund të na ilustroni me ndonjë shembull? E kundërta e sinqeritetit në fenë islame ndryshe quhet ria apo syefaqësi. Syefaqësi është kur një person falet në mënyrë që të duket i devotshëm në mesin e njerëzve, jep zekat që të përmendet nga njerëzit, edhe bën vepra të mira për reputacion apo për famë. Sahabët e Muhamedit alayhis salam e kishin syefaqësinë do të thotë breng shumë të madhe, ishin shumë të mërzitur në qoftë se në veprat e tyre kishte ndonjë hipokrizi apo kishte do të thotë qëllime tjera përveç arritjes së kënaqësisë nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Edhe kësaj gjëje i kushtonin rëndësi shumë të madhe, i kushtonin rëndësi shumë të veçantë. Tregohet një rast nga Omer ibn Hatabi, i njohur ndryshe edhe Hazreti Omeri, ku duhet ceki se me pranimin e Islamit nga Hazreti Omeri, feja filloi që të ngrihej edhe me tepër, filloi të forcohej, radha muslimanëve filloi të zgjerohej me tepër sepse Hazreti Omeri ishte një ndër personat i cili ishte i shquar për trimëri edhe për guxim. Kështu që në qoftë se përpara pranimit të Islamit nga Hazreti Omeri, feja përhapej në fshehtësi, pas pranimit të Islamit nga ai filloi që të përhapej në mënyrë më të hapur, sepse njerëzit nuk kishin edhe aq frikë, fal trimërisë edhe fal guximit të madh që ai kishte. Edhe tregohet një rast ku Muhamedi alayhis salam kishte një mik besnik me emrin Huzaife ibn Yaman. Ai ishte miku i sekretit të Muhamedit alayhis salam. Do të thotë Muhamedi alayhis salam ja tregonte atij gjitha sekretet, edhe nuk e kishte atë frikën, atë gajlen që ky do t'ja tregojë dikujt. Madje ndër sekretet që ja tregonte Huzeifes ishin edhe emrat e hipokritëve, dyftyrshave apo munafikëve në besim. Do thotë ata që e konsideronin veten që janë besimtar, por në fakt nuk kishin, që i kishin veprat e tyre për syefaqësi. Kur ndodhte që ndonjë prej tyre dyftyrshave të vdisnin, Muhamedi alayhis salam nuk prezantonte në varrimin e tyre. Mirë po bashkë me të nuk prezantonte as Huzeife. Edhe duke u përsëritur kjo situatë, Omeri e vën re. Edhe e kupton që
Tashti ky Huzeife nuk është duke prezentu në vorrimin e personave që nuk prezenton as Muhamedi a.s. Edhe e kupton që ky e din se cilët janë munafiqët, cilët janë hipokritët. Edhe një ditë prej ditësh shkon tek Huzeife edhe e pyet, edhe i thot, unë i thot e di që ty Muhamedi a.s. ti tregon gjitha sekretet. Edhe i thot e di që ti e din se cilët janë emrat e hipokritëve. I thot, mua nuk më intereson se kush janë ata, unë nuk duhet i di emrat e tyre, por aman i thot, pash Allahun, më trego se a jam unë një prej tyre. A është emri im ndër emrat që pejgamberi alayhis salam ka tregu ty. Huzeife i thot, pash Allahun Omer, edhe ti ke frikë me gjitha veprat e mira që ti bën, me gjitha do thot me kaq left ose me kaq merit që ti ke ngritjen e fesë islame, thot Omeri, pasha Allahun, vetëm kjo është brenga e madhe e cila mërzit me tepër. Duke i bërë gjitha këto veprat mira, kam frikë se ndoshta ndonjëherë në zemrën time ka hipokrizi edhe ka, si të them, ka dëshirë për ndonjë gjë tjetër për vetëm se për të arritur kënaqësinë e Allahut xhaleshanhu. Pra, kaq e madhe ishte, si të them, dëshira apo frika që ata të mos kenë zemrat e tyre diçka tjetër përveç arritjes së kënaqësisë së Allahut xhaleshanhu, saqë veprat e tyre të mira i bënin fshehurazi. Apo mundoheshin maksimum që të bëjnë një vepër të mirë fshehurazi apo ta fshehin që të mos e marrin vesh tjerët, nëse duhet ta krahasoj këtu me rastin e ditëve të sotme, që personat që bëjnë vepra të këqija që mundohen me ngulm t'i fshihin, do të thotë që të mos i marrin vesh tjerët. Në kohën e atëhershme sahabët mundoheshin që veprat e mira do të thotë mos u adin të tjerët. Këtu tregohet, lidhur me këtë, tregohet një rast nga Ebu Hurejra. Ebu Hurejra shkon tek Muhamedi alayhis salam. Edhe ishte i uritur, edhe shkon për të kërkuar ushqim. Muhamedi alayhis salam e fton në shtëpinë e tij edhe i pyet bashortet e tij se a kanë diçka që më shërby, që me i jap për me hangër. Mirë po, në shtëpinë e Muhamedit alayhis salam nuk kishte askur gjatë tjetër përveç ujë. Kështu që Muhamedi alayhis salam pyet nga sahabët e tjerë, nga shokët e tjerë, pyet dikë se a mos ndoshta ka sa do pak ushqim në shtëpinë e tij që ta ushqejë Ebu Hurejren. Edhe një sahab, një shok i pejgamberit me emrin Ebu Talha, thot që sonte do ta marron në shtëpinë time dhe do të jetë mysafir në shtëpinë time. Edhe kur shkon Ebu Hurejra te Ebu Talha, i thot, shikoj, thot, unë haj, vetëm në qoftë se do të hash edhe ti me mu. Do thot, ti mu sonte më ke ftuar në shtëpinë tënde, por në qoftë se nuk ke ti ushqim për vete, nuk kam me hangër ason. Ose në qoftë se nuk mjafton ushqimi për të dyve, le të mos mjaftoj as për mua, por që me hangër edhe ti. Tash Ebu Talha gjendet keq nga kjo fjalë e tij, sepse e din se nuk ka ushqim mjaftueshëm. Mirë po të njëjtën kohë kur e ka ftuar në shtëpinë e tij, ka dëshirë do të thotë që me ushqy ashtu si duhet, jo me nda ushqimin për gjysë ndaj gjysën kë. Edhe shkon tek bashortja e tij edhe e pyet se sa ushqim ju kanë. Edhe bashortja i thotë që s'ka ushqim vetëm për një person, s'ka do të thotë as për neve, as për fëmijët, as për kërkan. Por që ushqimin që kena me ja përgatit musafirit. Edhe Ebu Talha i thot bashortes, kur ta sillsh i thot ushqimin, kandilin ndriçues që e kena në mbi tavolin, merr i thot me vete, mos e lën atë. Edhe shkon Ebu Talha te Ebu Hurejra, edhe ulet në tavolin bashkë me ta, ulet në sofër bashkë me ta. Edhe vjen bashortja e tij, sjell ushqimin, edhe thot, ky kandil thot po më duhet se kam diçka punë, edhe e merr me vete. Ebu Hurejra i thot kam tregu, i thot, ose hajmë të dy bashk, ose nuk haj ason. Edhe në rregull, i thot Ebu Talha. Edhe ja nis Ebu Hurejra me hangër, po bashkë me te, kinse ja nis edhe Ebu Talha. Edhe çka bën? Merr lugën e tij, e afron deri tek pjata, kërset me lugë për pjatë, pa e mbush lugën, edhe e afron te goja e tij pa gjah. Në mënyrë që të bëj, a thu se është duke hangër edhe ky, edhe që Ebu Hurejra të mos gjendet keq, të mos ndihet keq, sepse e din që nëse ky nuk është duke hangër, nuk ka me hangër asaj. Edhe me të vërtetë ushqimi ishte i mjaftueshëm vetëm sa për një person. Edhe Ebu Hurejra e mbaron ushqimin, edhe kështu që do të thotë mbaron, përfundon ushqimi edhe e falenderon normalisht. Mirë, po çka ndodh? Ebu Talha nuk e zbulon këtë gjesti, nuk ja flet kërkujt.
Normalisht se nuk e tregon atë vepër që e ka bë, kjo e ka bë për masmundi keq mysafiri, jo këtë shkoi t'ia kallzoi diku tjetër. Ditën e nesërme shkon tek Muhamedi alayhis salam. Edhe kur afrohet te ai, i thot pejgamberi alayhis salam, i thot, apo më tregon, i thot se çka ke bërë ti më ram. Ato ky habitet, i thot, ja Resulullah, i thot, s'kam bërë kur gjë, pse çka kam bërë? Jo, i thot, më trego se çka ke bërë, se ke bërë, i thot, diçka shumë të madhe. Po ky prap meti habitun, se i thot, ka e din ky se çka kam bërë. Edhe prap refuzon me i kallzu. Edhe i thot për tretën herë pejgamberi alayhis salam, i thot, më tregoj, i thot, se çka ke bërë, se mu më ka zbrit ajeti më ram. Ajet nga surja El Hashr. Po thot, wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim hasasa. Vërtet, ata u japin përparësitë të tjerëve, edhe pse vetë janë në nevojë. Do thot ka zbrit ajeti kuranor që ta ngris, ta nderoj, do thot e Butalën që ka bërë një gjest aq të bukur, do të thonë ka lënë veten pa hangër, ka lënë familjen e tij pa hangër, fëmijët e tij pa hangër, edhe njëkohësisht nuk e ka bërë që mundi keq as personin i cilin e ka pas përballë. Do thot kaq e madhe ka qenë kaq i madh ka qenë sinqeriteti në vepra në kohën e Muhamedit alayhis salam, saqë sahabët, siç e thash edhe më herët, i kushtonin rëndësi shumë të madhe. Edhe i vetmi qëllimi i tyre ishte, do thotë, që ta ngrisnin fenë islame, bëjnë vepra të mira vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu, sepse dinin se asgjë tjetër nuk ka vlerë, nuk ka peshë. Në kohën kur Muhamedi alayhis salam ishte në Medinë, në luftën kur ishin do të duke u përgatitur për luftën e Bedrit, edhe dalin natën e parë në luftën e Bedrit, edhe luftojnë do të thotë muslimanët kundër jo muslimanëve, edhe kështu që natën e parë fitojnë do të thotë ushtria muslimane. Edhe pasuria e cila merret nga lufta për besimtarët, për muslimanët është hak, është halal, do të thotë kanë mundësi që ta marrin. Edhe pasi që fitojnë do të thotë luftën, fillojnë të ndajnë pasurinë. Muhamedi alayhis salam fillon të ndajë do të thotë me sahabët e tij, me shokët e tij, fillon të ndajë pasurinë e cila ka marrë nga lufta. Edhe me ta ishte një sahab me emrin Umeir ibn Hamam. Edhe ja ofron një pjesë të pasurisë, do të thotë pasi që kishin bërë ndarjen, ja ofron këtij sahabit. Edhe i thotë, kjo është, i thotë, pjesa jote. Edhe i thotë, ky sahabi i thotë, jo, i thot, nuk është ajo, i thot, pjesa jame, se unë i thot, nuk kam ardhur për te. Edhe i thot Muhamedi alayhis salam, po për çka i thot ke ardhur? Na i thot, tani kena nda hisën tonë në mënyrë të barabartë, edhe ti thot ke pjesë në këtë hisë, për çka i thot ke ardhur? Edhe përgjigjet Umeri, i thot, unë i thot kam ardhur që të luftoj aq sa të kem fuqi, aq sa të kem forcë me i dal ball armikut. Edhe kur të mos kem forcë me mrash i gjeta një këto, edhe bën me dorë, midis dy vetullave, edhe me ra dëshmor, me vdek në rrugën e Allahut. Në mënyrë që kur të më pyesin Allahu ditën e gjykimit se çka ke bërë ti për me ngrit fenë time, ti përgjigjem, ti them ja Allah, ndoshta nuk kam pas mundësi diçka më të madhe, por që jetën e kam dhënë në rrugën tënde. Edhe ditën e nesërme, kur dalin ditën e nesërme në luftën e Bedrit, ky me të vërtetë ky sahab vdes. Edhe kur shkojnë e gjejnë, e shohin se me të vërtetë shigjeta i ka rënë vendin ku ai kishte treguar me gesh një natë më herët. Edhe thot Muhamedi alayhis salam, vërtet pas ka qenë prej të sinqertëve, edhe për atë Allahu xhaleshanuhu ja ka mundsuar një fund tillë se me të vërtetë qëllimi i tij nuk ka qenë asgjë tjetër për vetëm se arritja kënaqësisë nga Allahu xhaleshanuhu. Kjo ishte edhe bukur afes, të jemi të sinqert. Kur jemi tek muaji i Ramazanit dhe konkretisht tek agjërimi, a mundet ky adhurim të kryhet pas sinqeritet? Atëherë agjërimi i Ramazanit mund të themi që është një ndër veprat e cila është drejt për drejt e lidhur me sinqeritetin. Për arsye se, siç i thash edhe më herët, ne mund të falemi që dukemi të devotshëm në mesin e njerëzve, mund të japim zakat për famë, mund të shkojmë në haxh ose në umre, Allahu na ruaj, për foto apo për, do të thotë, për të marrë komplimente nga ana e njerëzve. Mirë po, agjërimi është ibadet, është adhurim i cili drejt për drejt lidhet me sinqeritetin për vetë arsyen se një person mund të dëshmoj se është duke agjëruar Ramazanin, në qoftë se marr shembull nuk e agjeron. Edhe mund dalë para njerëzve dhe thotë që unë jam agjërueshëm. Mirë po, në qoftë se nuk agjeron, ai një pjesë gjatë ditës e ka të mundur për me hangër ose për me pi.
Kështu që do me thonë sado që dëshmoj për para tjerëve se është agjerueshëm, ai në fakt nëse nuk e kryen atë obligim ka mundësi lirisht do të thotë që me hangër ose me pi dhe mos me agjeru. Kështu që njëkohësisht kjo vlen edhe për personat që janë agjerueshëm, do të thotë sado që nëse kanë dëshirë do të thotë që ta fshehin agjerimin e tyre, kanë mundësi me fsheh agjerimin e tyre sepse mund të thonë pak më parë hangra ose pak më parë piva, do të thotë kanë mundësi ta fshehin. Edhe këtë them që është adhurimi i cili është i lidhur drejt për drejt me sinqeritetin për arsye se ne nuk agjerojmë për asgjë tjetër vetëm se të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Edhe dietarët cekin se në ditën e gjykimit kur dalim të japim llogari përpara Allahut xhaleshanuhu, personat të cilave u është bërë padrejtësi apo personave të cilave është bërë zullum, kanë mundësi të marrin nga veprat e mira nga personat të cilat ua kanë bërë atë padrejtësi, ose që ua kanë bërë atë zullum, ose që i kanë, do të thotë në çfarë do lloj forje, i kanë hyrë hak. Edhe kanë mundësi të marrin nga veprat e mira të tyre, mund të marrin namazin, mund të marrin zakatin, mund të marrin çfarë do lloj vepre të mirë përveç agjerimit. Do thotë agjerimi është vepër e cila i takon atij, edhe agjerimin nuk mund ta marrin. Edhe thot Allahu xhaleshanuhu në një hadith kutsi, gjitha veprat të cilat i bën robi im janë për të, përveç agjerimit. Agjerimi është për mua dhe unë di se sa shpërblej për të. Edhe kështu që Allahu xhaleshanuhu na ka premtuar një shpërblim posaçëm për agjerimin, cilin e din vetëm ai. Dash Allahu xhaleshanuhu që të na bëj të mundur të dalim nga ky Ramazan me zemrat pastruara nga sy e falësia, me zemra plot sinqeritet për të arritur kënaqësinë e tij, edhe dash Allahu xhaleshanuhu që përmes këtij agjerimi të arrijmë bukuritë e xhenetit edhe të arrijmë të hyjmë në xhenet. Amin. Unë të falenderoj shumë për gjithë të bisedë sinqert dhe duke folur për sinqeritetin pikërisht. Unë të falenderoj shumë, në fillim të emisionit unë nuk e bëra ndoshta hymjen ashtu siç duhet, ju jeni edhe studente për teologji. Pa. Unë të falenderoj shumë që na dhe pak nga ai studimi jot që ajo udha jote drejt dijes për një fe kaq të devotshme siç është feja jonë. Ju falenderoj edhe unë juve gjithashtu. Faleminderit shumë. Por falenderoj edhe shikuesit atje për te ekranit, falenderoj edhe Cungu & Co, por falenderoj edhe STR Nur që na mundsuan të studiut duket kështu siç është në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Ju falenderoj edhe një herë, agjerim pranuar, natën e mirë dhe miru takofshë.